Përshëndetje vajza, sot do bëj një grim për të korrigjuar sytë e vegjël dhe kaq. Shpresoj të jetë një video i bukur që të pëlqej dhe të japi një ide të këndshme të lezetshme. Grimi që kam vendosur të bëj sot është diçka natyrale, por nëse dëshironi mund të ndryshoni tonalitetet e ngjyrave. Një sytë e vegjël është taktika më e veçantë për t'i korrigjuar, është thjesht të përdorim pak ngjyrat e errëta. Por nëse vendosni të përdorni ngjyrat e errëta, përdorni vetëm në cepin e jashtëm këtu dhe asnjëherë deri brenda, që asnjëherë. Nëse doni të evitoni të bëni sytë akoma më të vegjël, mos vendosni lapsin e zi për shembull deri këtu tek cepi brenda. Shumë persona kanë sytë e vegjël, për shembull një aktore e famshme si Sandra Bullock ka sytë e vegjël dhe nëse shkoni të shikoni fotografitë e saj, do vini re se ka gjithmonë një grim natyral, por dhe kur do të bëj diçka më të veçantë, është fokalizohet tek cepi i jashtëm i syrit, duke make-up artist e saj, fokalizohet tek cepi i jashtëm i syrit. Dhe kaq, shpresoj të pëlqej dhe bashkë shihemi në një video tjetër. Ciao! Do fillojmë grimin e syve dhe do bëjmë, siç e thash në hyrjen e videos, një grim korrigjues për sytë e vegjël. Atëherë, do aplikoj këtu në pjesën më të madhe të shqiptallës, duke filluar nga brenda, një ngjyrë të hapur, siç është kjo këtu. Kjo është një palet e AKM Smoky. E ka emrin Get Party, Fantastic in this Smoky. Atëherë, do e aplikoj me një penel, një furç me qimet e shtypura dhe të ngushta, në mënyrë që produkti të mos të ngjitet mirë në syri. Pastaj tek cepi këtu, për të kubalosur shpalla, për të krijuar një hije, do aplikoj një ngjyrë kafe. E aplikoj ngjyrën kafe duke u ngjitur sa më shumë të kem hapësirë drejt vetullës dhe duke lënë hapësirë me ngjyrën më të hapur afër çerpikëve. Dhe nuk e mbyll me ngjyrën kafe deri këtu tek cepi brenda, rri pak a shumë sa më larg këtu mundem, sepse po ta mbyll me ngjyrën kafe deri këtu, syri do mbyllet. Pastaj me një furçë tjetër më të vogël, do marr një ngjyrë kafe më të errët, kjo këtu. Dhe do bëj një V këtu tek palosja i shpallës.
Pastaj me furçën e madhe që kam aplikuar në ngjyrën kafe poshtë, e sfumoj mirë. Tani, me një furçë të vogël, kështu, do marr të njëjtën ngjyrë kafe. Dhe do e vë ngjitur me qërpikët sipër për t'i nënvizuar në mënyrë që t'na duken më shumë. Nuk shkoj deri tek cepi brendshëm me ngjyrën kafe, vetëm deri këtu pak a shumë. Dhe më pak këtë bishti. Poshtë vetullës dhe një ngjyrë të bardhë. Për të hapur më shumë syrin do vendos brenda një laps ngjyrë pan. Poshtë qërpikëve do aplikoj një ngjyrë kafe të hapur dhe do e sfumoj mirë. Për të dhënë më tepër shkëlqim syrit dhe për të patur një efekt më delikat dhe një sy më të hapur, më të madh, te cepi këtu brenda do vendos një ngjyrë të bardhë. Kjo është i Neve Makeup dhe quhet Diamant in Polvere. Diamantën në pluhur. Tani do shikojmë se sa diamanti ka. Dhe do e vendos me një furçë të vogël. Do vendosim rimelin vetëm tek qërpikët sipër. Pasi të keni vendosur një dorë maskara, do kaloj me kryesën e qërpikëve. Dhe pastaj vendosi një dorë tjetër maskara. Atëherë, është pak e çuditshme, kam njërin sy me grim dhe tjetrin sy pa grim dhe pikërisht për t'ju treguar se si ndryshon fytyra dhe se si ndryshon syri kur bëjmë një grim korrigjues. Duket më të vërtet ndryshimi
nga syri tjetër pa grim, edhe pse kam vendosur të bëj një grim të thjesht, një diçka që mund të bëjnë të gjithë me pak produkte, ato që pjesa më madhe kanë në shtëpi. Mundet të ndryshoni tonalitetet, ngjyrat e grimit. Unë kam vendosur për një grim me ngjyra kafe, sepse është diçka më elegante, më përditshme, diçka që mund të përdoret në shumë raste. Por, nëse se dëshironi diçka më të fortë dhe një grim më special, më të veçantë, mund të aplikoni një ngjyrë kafe më të errët këtu tek cepi dhe si gjithë një ta sfumoni. Dhe kaq. Për sa i përket vijës së poshtë, meqense se është një grim për sytë e vegjël, nuk është të këshillueshme të aplikoni shumë ngjyra, sepse do shkojë t'ju mbylli syrin. Por kjo është gjithnjë sipas dëshirës, sipas gustove, si të preferoni. Dhe kaq. Do lëj edhe syrin tjetër, se kështu nuk dilet, dhe pastaj shihemi më vonë. Ciao! Për të hapur më shumë syrin, kam bërë dhe syrin tjetër, tani kam të dy një lloj, dhe siç ma mërmendje shikoni ndryshimin, do bëj pak contouring. Në buzët do vendosi një laps në ngjyrë koral, gati portokallino të kuqe, të Maybelline New York dhe quhet Color Show. Si për lapsit do aplikoj një buzëkuq të Elf që quhet Seductive. Wow. Okej, ky është rezultati i përfunduar me të dy syt e lyer dhe buzët portokalli gati, një ngjyrë koral. Shpresoj të jetë një video e nevojshme dhe të japi një ide të këndshme për të korrigjuar sytë e vegjël. Unë i kam të vegjël sytë dhe bëj gati gjithmonë një grim të tillë, duke alternuar ngjyrat normalisht, por teknika është e njëjta. Kaq. Shihemi herën tjetër. Ciao! Okej, bëra edhe syrin tjetër. Besu scendi. Saluta. Ciao! Bëra dhe sipër do vendos një recetë. Bestaj la allora, non mi